Ministria për çështjet vendore kërkon mendimin e bashkive që do të shkrihen për emrin e ri të njësisë vendore pas miratimit të artës së re territoriale. E përditshmja Panorama siguron sot shkresën që ministri Bledi Çuçi u ka shpërndar 384 njësive vendore më 23 maj të këtij viti, shkresë në të cilën u kërkon krerëve vendor të zgjedhin përmes alternativash se cilin prej emrave do të ketë njësia e re që do të krijohet. Një prej këtyre propozimeve i ka shkuar edhe kryetarit të Bashkisë së Leskovikut dhe Këshillit Bashkiak të këtij qyteti, ku kërkohet të jepet mendimi për dy alternativa që janë propozuar për njësinë e re vendore, që do të krijohet pas miratimit të hartës së re. Për këtë njësi janë propozuar dy emra, Bashkia Kolonjë ose Bashkia Ersek, në njësi të së cilës marrin pjesë Leskoviku, komunat Qendër Ersek, Qendër Leskovik, Novosel, Barmash, Mollas, Çlirim. Por nuk kanë munguar reagimet. Në faqen e tij në Facebook, kreu i Bashkisë së Leskovikut Fatmir Guda shkruan se qeveria në këtë mënyrë nuk po kërkon njësive vendore të shprehen nëse janë dakord me ndarjen e re apo jo, por vetëm me emrin e njësisë. E kanë bërë fakt të kryer shfarosjen e Leskovikut nga Arta e Shqipërisë dhe për të larë syfetin, i kërkojnë kryetarit të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak të shprehen vetëm për emrin dhe jo të japin dakordsim për projektin, shkruan Fatmir Guda. Komisioni i posaçëm parlamentar miratoi pak ditë më parë variantin me 39+2 njësi vendore, ku Bashkia Kams dhe Himar do të ndahen nga Tirana e Vlora dhe do të jenë njësi më vete.